Hihi! Wow! Më fal? Më fal. Unë vetëm kisha hyrë në idenë e historisë dhe më pas ai imitimi aty kokvezës më nxorri më një herë jashtë temës. E po mirë, atëherë, dëshiron të lexosh rreshtat e Egmenit? Çfarë? Jo. Dua të them nëse kom gul. Ti e di që e kam praktikuar këtë. E shikoni, pasi se cili për këtyre krijesave të mbushet plot, unë do të kem mjaftueshëm energji për të fuqizuar një ushtri robotësh budallensh. Sigurisht që do të kisha më shumë nëse ju nuk do të kishit hedhur ka shumë kapsula, por mendoj se kjo ishte nga ajo që mund të prisja nga mbeturina që kam shpikur. Sonic, ku është? Ai do të më godas mua në prapanis. Sonic, a dëshiron t'i ndalosh ato reklamime të lutem? Vetëm lexo se çfarë thot përkthyesi. E po, përkthyesi ishte paksa i thatë, në rregull. Jam duke i dhënë më shumë volum. Kjo krijesë gjelbër është duke na treguar një histori tragjike. Ne duhet të jemi shumë të sjellshëm. Mirë. Hey, ti krijesë gjelbër, mos nguro të bësh një shaka ose të ndjekësh një makineri ose diçka për ta bërë atë interesante. Na falni. Të lutem vazhdo. Egmeni u largua me një herë pas kësaj, a i hipi në një makinë të veçantë me flak anash dhe u largua, dhe më pas ajo shpërtheu. Dhe më pas u shfaq një dinosaur. Wow, vërtet? Prit pak, ju thjesht po e bëni historinë më të veçantë për mua, apo jo? Por përpara se të largohej, a i vuri një tjetër robot në kryetë të tjerëve. A i e quajti atë... jo... Metal Sonic, zotëri, çfarë ndodhi? Mirë, bukur, shkëlqyeshëm. Ishte nder të punoja me një të pandalshëm dhe me një të mrekullueshëm si ju. Mrekullueshme. Mos e kushtoni shumë vëmendje atij. Çipi zojt e tij ka qenë në gryje siç e shihni. Raket. Tani, a ka ndonjë gjë që mund të bëj për ta bërë kohën tuaj më të këndshme me ne? Po, sigurisht, tonët tona. Ne vetëm do t'i marrim këto krijesa të përpunuara dhe të dërgohen në të gjithë planetin. Dhe Egmeni kërkoi me shumë rreptësi që të mos i trondisim këto krijesa. Por mos u shqetëso, vëllai i madh. A mund të quaj vëllai i madh? Gjithsesi, ne nuk po i trondisim fare ata. Apo jo, Kubot? Për të hëna! Sinqerisht, çfarë ta thash për tronditjen e krijesave? Mere atë! Futi aty! Vëllai i madh, jam i dëmtuar pak! Dëgjoj këtu! Ai sakrifikoi veten e tij për mua, pavarësisht që fajin e kisha unë. Është rregull, Sonic do e shpëtoj atë. Jo, të gjithë ata! E vërtet, Sonic? Sonic, apo më dëgjon? Po, e vetmja pjesë që nuk kam dëgjuar ishte se ku mund t'i gjej këta spurdhjakët dhe t'i riciklojnë në mënyrë agresive. Unë mund t'ju çoj drejt tyre. Shkëlqyeshëm, unë kam një zero tolerancë ndaj atyre që bëjnë bullizëm. Ne do t'i shpëtojmë miqtë tuaj. Vetëm ju lutem, mjaft me histori. Tani le të shkojmë.
Kjo duhet i bërë. Kapsulat janë instaluar në të gjithë malin e ëmbël, duke siguruar energji për objektet e doktore Eggmani. Ja ku është vëlla i madh. E dini, do t'ju kërkoja ta bënit këtë më të lehtë për ne, por as që mendoj se është e mundur. Tails, e kuptova. Si po të shkon puna metalik, dukesh i neveritshëm si gjithmonë. Kjo është e tmerrshme. E di shoku, është si të shikosh realitetin e botës në pasqyrë. O bobo, krijesave tashmë po mungon energjia. Nëse nuk nxitojmë, do të jetë tepër vonë për t'i shpëtuar ata. Miq, do më pëlqej të shndroja pranë jush dhe të arrija në kohë, por me të vërtetë nuk më pëlqen asnjëri nga ju. Miru pafshim. Shiko anën pozitive, shoku. Jam i sigurt se ai nuk e ka menduar këtë. Unë mendoj se ne jemi shumë të sitshëm, apo jo vëlla i madh? Sigurisht vazhdo përpara vëlla. Ne do të kapim. Kapsula e parë po vjen. Shko majtas tani, Sonic, si urdhëron. Rregull. Po, jeni të mirë pritur. Ju jeni fytyra të buzëqeshura, të gjitha falenderimet i mora. Ai po vjen, Sonic, bëj mirë që ne të lëvizim tani. Pa falu i neveritshëm, por nëse do të më ndalosh, duhet të më kapësh së pari. Lazer! Nuk e di, vëlla i madh, krijesat mund të ndajnë fuqitë e tyre me dikë që i besojnë. Unë nuk mendoj sa i dëshiron të ndaj fuqinë e tij me ty, por unë mendoj se di një mënyrë për ta zgjidhur këtë çështje. E po mirë, kjo është një hile dhe duke ullur veten tënde si fillim. Nuk kemi kohë për këtë, Sonic. Krijesat e tjera do të mbarojnë nga energjia edhe pak minuta. Është në rregull, Tails, ai nuk kërkon një dy luftim, apo jo? Ti ke dëshirë të garosh, apo jo? E po mirë, atëherë, le të garojmë. Në gabishmëri! Modaliteti fantazëm! Oh jo! Ne ishim shumë vonë. Mos u shqetëso vëlla i madh, ne edhe mund ta mposhtim atë. Së bashku, ndryshim forme! Le ta bëjmë këtë! Gërmim! Zutje! Luhatje! Sulë raket! Komike! Loja mbaroj. Ne ja dolëm! I Gjelbert, ti je shumë guximtar. Dhe Sonic, punë e mirë, si gjithmonë. E thjesht një copë tortë, shoku. Kjo është një... Unë mendoj se merr notën 10 për këtë. Tails, çfarë nuk shkon? E po, ne ishim në gjendje të shpëtonim shokët e krijesës së Gjelbert, por aty janë krijesa shumë të tjera në rrezik. Mira prej tyre. Unë thjesht nuk jam dhe aq i sigurt që mund t'i shpëtojmë të gjithë ata. Ti ke të drejtë, Ormik. Ne mbase nuk mundemi. Sepse këta djemt na e kanë hedhur.
Kur problemi duket shumë i madh për t'u zgjidhur vet, ti bëj atë që mundesh. Dhe ndoshta mund t'i kërkosh një ndihmë të vogël nga miqtë tu. Në rregull? Në rregull. Të gjithë ne kemi një punë për të bërë. Apo jo, voglush? Dhe unë jam gati që t'i kthehemi punës tonë, duke shkatruar përgjithmonë Eggmanin. Unë do të thojë se është më shumë një hobi me të vërtet, po një punë nuk mund të jetë kaq argëtuese sa kjo.